Partia Demokratike ka kërkuar një audit të thezuar për procesin e votës së diasporës, veçanërisht në Greqi dhe Itali, ku janë konstatuar probleme të mëdha gjatë shpërndarjes së zarfave me fletët e votimit. Në një letër dërguar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e cila është vënë në dieni edhe OSBE Odiri, PD-ja ka theksuar se shkeljet më të rënda janë regjistruar në Greqi, ku jeton një pjesë e madhe e migrantëve shqiptar. PD-ja ka dokumentuar një sër shkeljesh, të cilat sipas saj kanë cënuar procesin zgjedhor në disa shtete, përfshirë Italinë, Gjermaninë, SBA-n dhe disa shtete të tjera në BE. Në letrën drejtuar Komisionit Qendror Zgjedhor, PD-ja ka përmendur se shkeljet variojnë nga mungesa e transparencës procedurale dhe presioni politik deri tek shpërndarja jo zyrtare e fletëve të votimit dhe cënimi i fshehtësisë së votës. Një nga shqetësimet më të theksuara ka të bëjë me Greqinë, ku sipas Partisë Demokratike janë identifikuar raste kur aktivistë Partisë Socialiste shpërndan dhe mblodhën zarfe në mënyrë jo zyrtare në zona të ndryshme. Në Selanik janë regjistruar raste të filmimit të votës dhe përdorimit të zarfeve më shumë se një fletë votimi. Po ashtu në Rom është raportuar se votuesit kanë marrë zarfe nga fqinjtë e tyre pa u verifikuar identiteti, ndërsa në SBA janë konstatuar raste ku zarfet janë lënë pa njoftim dhe pa firmën e marrësit. Përballë këtyre shqetësimeve, Partia Demokratike kërkon që të rishikohet validiteti i çdo vote të dorëzuar në zarf të pavullosur apo të paplot. Po ashtu ata kërkojnë një hetim penal nga SPAK për të zbardhur mundësinë e blerjes së votave dhe përfshirjen e Partisë Socialiste në shpërndarjen e zarfeve. Partia Demokratike thekson se është e rëndësishme që të bëhet transparencë plot mbi logjistikën e transportit dhe dorëzimit të zarfeve nga Shqipëria në Greqi dhe anasjelltas, duke siguruar që çdo proces zgjedhor të jetë i drejtë dhe i ndershëm. Ky shqetësim është shtuar edhe pas denoncimeve të partisë opozitare, e cila ka bërë thirrje për një hetim të plotë të këtyre shkeljeve për të garantuar një proces zgjedhor të pastër dhe pa ndikime të jashtme.